Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet ku do të ndalemi ditën e sotme tek Palestina, ku rreth 75% e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara nga 193 që janë gjithsej e kanë njohur tashmë pra Palestinën si shtet, dhe në OKB Palestina ka statusin e shtetit vëzhgues të përhershëm që jep këtu pra të drejtën për të marrë pjesë në punimet e organizatës, por jo të drejtë vote. Dhe nga ana tjetër në pjesën e dytë do ndalemi tek kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i cili ka pranuar se qeveria e tij në detyrë ka disa dallime në qëndrime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarat kjo e ardhur mbas vendimit të Washingtonit sa i përket dialogut strategjik mes SBA-s dhe Kosovës. Ndjekim insertin e parë dhe rikthehemi. Rreth 75% e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara, nga 193 që janë gjithsej, e ka njohur tashmë Palestinën si shtet. Në OKB Palestina, transmeton BBC, ka statusin e shtetit vëzhgues të përhershëm, që jep të drejtë për të marrë pjesë në punimet e organizatës, por jo të drejtë vote. Me njohje nga Mbretëria e Bashkuar, Australia dhe Kanadaja, Palestina pritet që të marrë njohje edhe nga Franca, Belgjika, Malta. SBA-ja do mbetet i vetmi antar i përhershëm që nuk e njeh. Prej vitesh qeveritë britanike kanë theksuar se njohja e Palestinës do të ndodhë si pjesë e një procesi paqe në bashkërendim me aleatët dhe në momentin me ndikimin më të madh, por situata e rënduar në Gaza, uria masive dhe zhgënjimi i opinionit publik perëndimor kanë sjellë ndryshim të qasjes. Disa vende po vendosin kushte për njohje. Kanadaja, për shembull, kërkon që autoriteti palestinez të angazhohet për reforma, të mbajë zgjedhjet në vitin 2026 dhe të çmilitarizojë shtetin e arshëm. SBA-t janë shprehur qartë kundër njohjes së shtetit të Palestinës, duke theksuar se kjo do përforconte Hamasin dhe do nxiste një reagim të ashpër nga Izraeli për fshirë aneksimin e mëtejshëm të territoreve palestineze. Kryeministri izraelit Netanyahu ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Britanisë së Madhe, Kanadas dhe Australisë për të njohur zyrtarisht shtetin e Palestinës. Kreu i qeverisë ka cilësuar këtë hap si një rrezik për ekzistencën e Izraelit dhe një shpërblim absurd për terrorizmin. Ai ka paralajmëruar gjithashtu se Izraeli do të luajë shtetit hebre. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Exhat Aziri. Zoti Aziri, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje për ju dhe të shikuesit tuaj. Ju falenderoj zoti Aziri për ta nisur me insertin që sapo dëgjuam së bashku se i përket njohjes së Palestinës. Pyetja ime parë është, a është vërtet realisht e drejtë të ndalohet njohja e një shteti, pra ashtu si e thash edhe në fillim, ku 75% e botës tashmë e kanë bërë këtë? Për mua qëndron pak sa një çështje paradoksale, derisa po vazhdon lufta në Palestinë dhe plani i Izraelit për ta aneksuar Gazën. Njohja nga këto shtetet që i përmendim, qoftë nga Britania e Madhe dhe shtetet të tjera, apo 75 shtete anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duket pak sa hipokrizi këtu e perëndimit apo bashkësisë ndërkombëtare në përgjithësi, pasi që Izraeli po vazhdon ofenzivat e tij kryesisht ndaj civilëve, me synimin e qartë dhe me planin që është shpalosur nga kryeministri i Izraelit Netanyahu për aneksimin e tërë rajonit të Gazës. Atëherë nëse Izraeli anekson gjithë këtë territor, pra gjysmën e asaj çfarë ka mbetur nga Palestina, atëherë është pyetja që kuptim do të ketë këto njohje që vinë për Palestinën. Megjithatë, në një aspekt tjetër, kur dalim për ta shikuar, ndoshta mund të jetë edhe një presion ndaj Tel Avivit apo Jerusalemit zyrtar tashmë, që për të ndalë ofenziven e tij në Gaza dhe për t'i dhënë një shans të re procesit paqësor mes dy popujve, pra atij palestinez dhe izraelit, që dikun zgjat plot 6 dekada, që nga viti 1967. Zoti Aziri, nga ana tjetër, a ka justifikime dhe frika po i shuan thonjza pra e Benjamin Netanyahut se kjo është një rrezik për Izraelin? Nuk besoj që mund të jetë një
një justifikim i arsyeshëm, pasi që gjithë këto vite të luftës palestinezo-izraelite nuk kemi parë asnjëherë një dominancë të palës palestineze përposa asaj izraelite. Andaj kjo nuk mund të jetë edhe një pengesë që ky rajon shkojë drejt paqes dhe të vijë në pa plani që përkrahet nga shumica e bashkisë ndërkombëtare ai zgjedhjes së problemit me dy shtete. E qartë, zoti Azeri, a nuk po e forcon tashmë, po them, refuzimi i perëndimit Hamasin edhe ekstremistët nga ana tjetër, duke dëshpëruar kështu të gjithë popullsinë palestineze? Ajo që bashkia ndërkombëtare në raport me Hamasin është e qartë, pra konsiderohet si një organizatë terroriste, nuk asnjëherë Izraeli nuk është dënuar apo nuk është i thënë mu deklaruar thjesht se nuk duhet ta luftoj Hamasin. Mirë po planet e izraelite kanë shkuar përtej eliminimit të organizatës terroriste Hamas, e cila financohet dhe nga Irani, dhe ka mbështetje të madhe nga Irani, qoftë logjistikën, qoftë financimin, qoftë në armatim. Megjithatë, këtu sigurisht shihet qartë se Izraeli ka kaluar ato saqet e lejuara apo saqet normale të luftimit të një organizate terrorizme, kur ka vendosur që të hecë me planin e saj për aneksimin e Gazës. E qartë, zoti Azeri, sa të realizueshme janë kushtet që vendos Kanadaja, reforma pra zgjedhje dhe çmilitarizim sa i përket një lufte si kjo? Është mjaft të e pas parasysh historikun e këtij konflikti, duke pas parasysh divergjencat e mëdha mes Hamasit dhe asaj që quhet Organizata për Shlirimin e Palestinës, e cila në fakt kontrollon vetëm bregun perëndimor, pra jo dhe Gazën. Gaza është në pushtetin apo nëse mund të themi në qeverisjen e Hamasit, e kështu që është bukur problematike, bukur sfiduese për vetë autoritetin palestinez që të vendos një lloj sistemi normal të demokracisë në atë rajon, qoftë me organizimin e zgjedhjeve, por qoftë edhe me fillimin e reformave, duke i pasur parasysh këto divergjencat e mëdha që janë mes dy organizatave apo dy rajoneve, bregut perëndimor dhe vetë Gazës, ku bregun perëndimor qeveris autoriteti palestinez, ndërsa në Gaza është si pushtet është Hamasi. Dhe kur kemi parasysh divergjencat e gjata historike mes këtyre dy organizatave, është shumë vështirë që të flitet për ndonjë reformë, siç janë kushtet e Kanadas apo edhe bashkisë ndërkombëtare, për të vendosur një stabilitet dhe një farë forme të një qeverisje apo një idere antidemokratike në territorin e Gazës, sidomos në territorin e Gazës. Në të kundërt, zoti Azeri, a ekziston vërtet rreziku pra që qëndrimi kundër njohjes ta izoloj Izraelin në arenën ndërkombëtare? Nuk pres që Izraeli të izolohet në arenën ndërkombëtare për shkak të fuqisë së madhe qoftë diplomatike, qoftë ushtarake, pasandej përkraja që ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por edhe këto shtetet që e kanë njohur Palestinën, siç ishte Britania e Madhe dhe shtetet të tjera, nuk pres që të bëjnë aq presion të madh sa që Izraeli të izolohet në aspektet në arenën ndërkombëtare, apo të përjashtohet nga organizata ndërkombëtare ku ky shtet është antar. Pra, vetë njohja mendoj se ka ardhur si një rezultat më i butë për vetë Izraelin dhe qeverinë e Netanyahu, qeveri kjo e cila pashtu në Izrael kundërshtohet me mjaft protesta edhe për shkak të zgjatjes së luftës në Gaza, por edhe për afera të mëdha korruptive
që kanë goditur qeverinë e Netanjahut. E Zoti Aziri, për të kaluar pak edhe tek Rusia edhe Ukraina, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, pas tensioneve sipas tij pra që janë krijuar mes anëtarëve lindorë të NATO-s dhe Kremlinit, ka thënë ai po rriten, ka kërkuar që të shtohen edhe masa shtesë, pra duke u drejtuar kështu Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Rusisë. A mendoni se është pikërisht tani koha që këto masa shtesë dhe këto sanksione të vendosen tani ndaj Shtetit Rus? Kjo është në vazhdim e gjithë ngjarjeve që zhvillohet në raport Rusi dhe Ukrainë, natyrisht që pas refuzimit të ofertave nga presidenti Trump që ju bëri Kremlini, atëherë pres sankcionet që nga Bashkimi Evropian, por nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillojnë duke u sforcuar ndaj Kremlinit zyrtar. Megjithatë, Rusia ka filluar që përgjigjet ndaj këtyre sanksioneve edhe me provokime të ndryshme, duke shkelur edhe zonat e tjera të shteteve anëtare të NATO-s, dhe me këtë ka qëllimin që të testojnë një farë lloj uniteti brenda vetë NATO-s dhe brenda vetë perëndimit. Kështu që në ditët e ardhshme perëndimi, kur flas për perëndimin, flas për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pres që t'i sforcojnë sankcionet ndaj Rusisë, dhe kjo do të ishte një lajm i mirë edhe për vetë Zelenskin, pasi që do të mund t'i krijonte një mbështetje qoftë në terren, në betejë me ushtrinë ruse, por edhe një moral të ngritur tek populli ukrainas. Zoti Aziri, të mos harrojmë këtu se kemi pasur një paketë për 18 të sanksioneve nga ana e Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Mendoni se një paketë 19 do të kishte vërtet ndikim real? Besoj që edhe paketa e 18, edhe ajo e 19 ka ndikimet e tyre reale, po mos të ishin disa shtete brenda Bashkimit Evropian që po vazhdojnë tregtinë me Rusinë, sidomos në drejtim të blerjes së gazit. Ne kemi edhe paralajmërimin e presidentit kryeministit hungares zotit Orban se ai do të vazhdojë për blerjen e gazit rus. Pastaj kemi po ashtu deklaratat e presidentit slovak Fico se Slovakia nuk do të ndalojë tregtin, sidomos blerjen e gazit nga Rusia, dhe këto janë të çara që shkartojnë mjaft probleme, pasi që Rusia mund të përdorë këto dy shtete për të bërë shitjen e gazit të saj edhe për shtetet e tjera në paketimin qoftë për Hungarinë apo qoftë për Slovakinë. Pra janë këto çarat që janë duke damtu Bashkimin Evropian sa i përket instrumentit të saj të sankcioneve ndaj Rusisë, dhe një farë forme po e trimrojnë edhe vetë Moskën zyrtare që të vazhdoj luftën në Ukrainë, por edhe të vazhdoj politikën provokuese dhe agresive edhe ndaj Bashkimit Evropian. E qartë, mirë, Zoti Aziri, pyetja e fundit për ta mbyllur pjesën e para, mund të shihet vërtet zhgënjimi i presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili ka deklaruar disa herë se është i zhgënjur nga presidenti rus Vladimir Putin, dhe kjo të sjellë një mundësi pra që Washingtoni të rreshtohet më afër me mbështetje ndaj Kievit? Kjo është, do të thoja, edhe një shpresë për vetë